Do të denoncoj sot papërgjegjshmërinë dhe arrogancën totale të kryetarit të Bashkisë së Tiranës në emër të gjithë qytetarëve të kryeqytetit, të cilët kanë vuajtur dje, por edhe çdo ditë me rreshje, papërgjegjshmërinë, por edhe mungesën totale të vëmendjes ndaj halleve dhe problemeve të qytetarëve të Tiranës. Bashkia e Tiranës nuk ka hezituar që të kthejë çdo hapësirë publike të kryeqytetit në parkingje private dhe të mbledh harraçin 1 të gjithë qytetarëve. Nuk ka hezituar që të rrisi taksat dhe të godasi bizneset e vogla çdo vit e më shumë, por nuk bën asgjë që të zhbllokojë lëvizjen e lirë të automjeteve në kryeqytet, e aq më tepër në rastin e dieshëm të paprecedent ndonjëherë në ndonjë kryeqytet, qoftë ky europian, qoftë ky aziatik apo afrikan. Tirana dje ka paguar sërish koston e arrogancës së Edi Ramës, i cili tregoi se është armik jo vetëm i lëvizjes lirë pa viza, por edhe i lëvizjes lirë të njerëzve dhe të makinave. Shkakun e vërtet të bllokimit të rrugëve e keni këtu në qendrën e shkatruar, e keni në të gjitha rrugët e amortizuara të kryeqytetit, në kanalizimet e shkatruara të Tiranës dhe në idenë e betonizimit të gjithë shkaje në funksion të pasurimit të një grushti njerëzish në kurizë të halleve të qytetarëve të Tiranës.